Këtu së tek këtij vendi mund të vrasin të gjithë, po liri nuk mund ta vrasin. Një ditë prej ditë ajo do të fitoj. Trim, legjend, udhërrëfyes drejt lirisë së kombit, i ropatur në përfurtuna, fitimtar i luftës, fitimtar i paqes, fitimtar i drejtësisë. Vertikalisht qëndroi në luftë, vertikalisht edhe në paqe, generali Ramush Haradinaj, i cili me 3 prill dëshmoi realitetin e patjetërsueshëm të personalitetit të tij dhe bashkëluftëtarëve më të cilët solli lirinë e popullit e vet. Të përcaktuar në aktë gjykim, dhoma ju shpall zoti Haradinaj të pafajshëm. Është shumë ngjarje me rëndësi, është shumë ngjarje e gëzueshme, kam emocione në fakt tani sepse sapo dolëm nga salla e gjykimit, edhe ne shpresoj që sa më shpejt do të kthehemi në Kosovë, do ta sjellim Ramushin në Kosovën e pavarur që ka buaj vet. Konsiderojmë se ushtarët e UÇK-s në këtë rast, edhe zoti Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Lahi Ibrahim nuk kanë pas nevojë fare të jenë në Hag për arsye të njohura, sepse ne kemi njohur luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e kemi përjetuar atë dhe konsideroj se lirimi i Ramush Haradinajt, Idris Balajt nga vepra që i ngarkohet është një veprim i drejtë i gjykatës, ndërsa dënimi për zotin Lahi Ibrahim e konsiderojmë si të padrejtë, sepse ne të gjithë kemi përjetuar një luftë në Kosovë dhe dihet kush ka bërë krime dhe kush ka qenë agresori në Kosovë. Ne i kemi besu verdiktit të drejtë të gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Ne i besojmë drejtësisë. Ne besojmë se edhe zoti Lahi Ibrahimaj në procesin që do të pason, do të shpallet i pafajshëm. Fal. Po unë jam vetë. Në dita. O, faluletë. Dhe në bala. Mirë, e lo mirë. Po mirë. Po mirë, janë. Edhe këta për të më vetë. Inshallah, jo, së ma, shpejt. Kur s'muj mi pa, mi dit, mi paramenu këtë zem. Për gjithë jem ku në gëzumë, se kom ditë si ajo i pafajshëm e dhe delë, po nësi u liru krejt i pafajshëm shumë njërë. Jo si jem gëzuën, për sa do gëzu, menoj si krejt Kosovë, vëllaj. Sa ajo i krejt Kosovë, së është një që jemi. Unë e kom rejt për Kosovë. Ramushi gjithmonë ka qenë i madhë dhe do t'jeti madhë, sot e ka dëshmu që është edhe maj madhë për Kosovë, për gjithë, masi u liru. Kemi besu se drejtësia do të delë, ashtu e kom një me zemër se është i pafajshëm se gjithë ka punu për drejtësi, për lirinë e poplit, nuk është hinë luft për asgjë veç për lirinë e Kosovës. Gjithë jem konë krenare dhe do t'jem me ta shumë. Sot e mi vetën shumë të lumtur, shumë të gëzune, që erdhë kjo ditë e tine, më konë i lirë, se bëllë mo. Bëllë ka dhonë. A i ma për para, le që dha me vlazën dëshmor, po dha dhe me burgje.
për ditë sotit është një merë që i bëhet këtë vend, jo se t'jo lehen, se Ramushi i vinë familje që dhe i vinë Kosovës. Jetën tënde, kur ke qenë më i gëzuar se sot? Sonte. Pe jetës e te sonte ma gëzushme se sonte që më konë kur. Sonte jam, nuk kom hjeki 10 kila, tek që i malqunë. Aty të mrapa të një më ngi, se s'mu sham unë një frimë, vallahi. Pejtu si, po ma denojnë. Vallahi jë më konë, ma i knaqën, ka një për shpimi, pas në burg, saton. Ka një për shpi, a dirë, ku gjonsë në këtë jetë ka një për shpi. Zëri i Ramushit është zëri i trimnis, zëri i burnis, zëri i liris dhe zëri i drejtësis. E përcjellëm gjithë gjykimin, dëshira gjithë dhe ishte që ata të vinë bashkë, po ja se nuk mund të mshefim me gëzimin, sepse komandanti heroi një gjapo në kthehet në Kosovë, ato e presin, jo vetëm shqiptarët e Kosovës, po gjithë shqiptarët, ai po kthehet pranë në varret të bashkëftetarëve të tij, ai po kthehet pranë familjes së madhe Haradinaj, ai po kthehet pra tokës për cilën ka derdhur gjak ai dhe familja e tij, dhe është një gëzim që asnjëherë në jetën time nuk e kam përjetuar. Ylli i General Ramushit vezullon nga thellësi e tokës me shkëndijim në shkundje si meteor nga qielli, si dragojt ndër betejë kulçedrash, për të mbjellë të reja brezash në kujtesë historike. Kjo shtëpi në cilën jemi, është shtëpi historike, shtëpi me traditë, kemi besuar në pafajësinë e Ramushit se ishim këtu. Ai është shpëtimtar i krejt kësaj popullate këtu. Isha dëshmitar okular. Ai na vjen me një autoritet edhe 200% më të madh se sa kishte. Të ketë jetë gjatë, kjo familje u gëzoft gjithmonë. Amin. Kur mos pas të keqen këtë familje. Amin. Për kalzëm kretë botët si Ushqekeja nuk është terrorizëm, po Ushqekeja ka bo luftën e drejtë për shlinimin e vendit vetë. Lërimi i Ramushit ka qenë i gëzim i madh. Edhe mund ta krahasoj lirisht me pavarësinë e Kosovës, sepse pavarësia e Kosovës para Ramushin e kishte një handicap të madh. Kështu që lërimi i tij, domethënë, e ka plotësuar hendekun edhe atë boshllëkun e zemrave të gjithë shqiptarëve të cilët e kanë dashur Kosovën, e kanë dashur lirinë dhe pavarësinë e saj. Është dita nga ditët më të mëdha që krahasohet me ditën e pavarësisë Kosovës dhe me ditë më të lumtura që i ka pasur ndonjëherë populli shqiptar. Kjo është dita më e shënuar. Edhe diçka e mirë sot ka ndodhur, që është po kaq. Sot ka hyrë edhe Shqipëria në NATO. Është një gëzim i madh, krejt i gëzofshin. Legjenda e gjallë General Ramushi jo rastësisht takohet me historitë e kohës së kombit. Pafajësia e tij ishte edhe njëherë rritje e ngritje e tij. Po kthehet në Kosovën e pavarur, ku shumë punë pat lënë për gjysmë kur ishte kryeministër i Kosovës. Dhe kështu i rastisi të takohet me ngjarjen historike për shtetin shqiptar, i cili po këtë ditë u ftua të antarësohet në NATO. Historia gjithmonë i ruan me xhelozi fshehtësitë e veta, për të takuar me legjendat, atëherë kur është koha e momenti.
fillimisht Deru përfaqësues medjave, natyrisht përmeshuve dhe qytetarëve të Kosovës, jam aty ku e konvenë, mesin e njerëzve të Kosovës, andaj bie mirë. Faleminderit shumë. Në altar të brumit të kësaj toke është Olimpi Shqip. Në majën e tij me thesare të ngjeshura të fateve tona është qenie njerëzore, tashmë e hynëzuar e General Ramushit si vlerë historike e papërsëritshme, sikur të ishte fryt i zanave të Alpeve tona të bjeshkëve të nemura dhe shpërthim drite ndaj errësirës piroteske e piromane. Por, kolosi gjithnjësi gjend me pishtar të ndezur, si roje vigjelente në bedenet e farës e fisit dhe të racës son Shqip. Fama i rrinte prapa generalit dhe robrin e sfidoi dhe e shkatroi me nismat e para të mohimit të saj e deri më sot. Piramidës së unitetit e të dashurisë, generali do t'i bëhet Sfinks. Te ky altar i shtrenjtë në Kosto, i shejt për mbijetesë, qëndron vertikalisht shëmbëltyra, e cila e sajoi shtegun e dritës dhe u nis me maraton drejt cakut të shpëtimit. Ndershmëria dhe njerëzorja, vatrën e shejt Haradinaj, duhet ta pagëzon si konstant e peligrinazhit historik, duke e puth me zemër, shpirt, e madje atë prag dhe atë djep që ju këndua ninula e legjendës së premtuar, sepse e veçanta e kësaj shëmbëltyre që mrekulloi identitetin historik të kombit, në fillim si emblem e më pastaj si ikonë. Zotriun Haradinaj, mëngjesi i 5 prillit, e nis drejt atyre me të cilët sakrifikoi e ndërtoi ëndrrën e tij, shtetin e Kosovës. Lapidari i të madhit Zahir Pajaziti dhe varri i presidentit Rugova, që piknisja e marshutës për të takuar e kujtuar më të dashurit e tij anë e kënd Kosovës. Në Kosovë, kur e kujtojmë rrugën tonë dhe mundin edhe ato për cilat je mundu, natyrshëm që adresh në histori dhe në jetën tonë do të mbetet puna dhe vepra e presidentit ndjer Ibrahim Rugova. Me këtë rast në nderim, zbashku me njerëz të familjes, me mendimin me djalin, gjithsesi që duke nderua, duke qenë prezent këtu, do të na ndihmon që në rrugën për të ardhmen vizioni ynë të jetë sa më i qartë, për ato që duhet të ndërtojmë, për ato që kanë qenë edhe vizion i presidentit Rugova. Jemi shumë gëzuar që Zoti Ramush Haradinaj u liru, që dul i pafajshëm, edhe që ka ardhur me vënë një nder të presidentit Rugova. Para bashkëluftëtarëve të tij, të cilët tani pushojnë të qetë, është i ligështuar dhe emocionin nga pak i përvidhet për ta tradhtuar. Para varrëve të tyre, sot po i jepet rasti të përkulet me krenar se kurrë, sikur ka ardhur t'u akumtoj fitoren e radhës
certifikimin e luftës së pastër që e bën së bashku. Unë e femin kom pas nderin me njoft, kom njoft edhe djemë tjerë të mirë të venit, po njeri ma të paq e ma paq për këtë ven unë zdi që muj me lyp. Prej kullave të Drenicës dhe të Dugaxhinit gjithmonë dolën trima, që bën bashk pushkët për t'ju kundërven armikut. Zotriu Haradinaj, kullën e Bacademit dhe varret e Prekazit i ka në mbamendje të shëntrimit të kombit, me që jehu i kushtrimit për liri filloi këtu, për të bashkuar me jehun e pushkëve të Dugaxhinit, si gjithnjë historikisht në kacafytje me kundërshtaret e njëpasnjëshëm. Është nder me qenë Prekaz, në çdo kohë, në çdo rrethon, është nder me për mu, po sikur për çdo shqiptar, me nderu para komandantit legjendar Adem Jashari, është nder me marrë pjesë veç pak në familje, me gjallë të kësaj familje, që po e vazhdojnë me shumë përpikmëri një rrugë të rrëzume pej pararzhve. Sot unë jam i gëzuar që jam në Kosovë, gjithsesi, po ta dëshirë që këtë pak gëzim që po ja sjellin venit në vazhdimsi, me nda me muratin dhe me familjen. Zoti Jashari, do të thotë kthimi i Ramush Haradinajt nga Haga është edhe një dëshmi tjetër e fortë se ushtria çlirimtare e Kosovës e ka kryer me nder luftën të cilën e bëri për çlirimin e Trojeve. Cili do të ishte komenti juaj rreth këtij gjykimi? Sa Haga e tregoi do të thotë që drejtësia më në fund po shkon aty ku duhet? Mendoj që është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë që gjykata e Hagës mori një vendim të tillë, pavarësisht se jo të gjithë u liruan të pafajshëm. Megjithatë, mendoj që dy komandantë të shuar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për atë ditë zoti Fatmir Lima dhe tash zoti Haradinaj dhe Balaj, unë kam cilësu që në qoftë se shikojmë nga kondi luftarak, mendoj që është një bitej e fituar e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kurse nga kondi politik mendoj që ishte një tendencë gjykatës e prokurorisë, me mirë të themi, dhe ndoshta çarçe të ndryshme ndërkombëtare për ta barazuar agresorin me kriminalin. Fatbarësisht kjo nuk ndodhi pikërisht në sajët e asaj se në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës u angazhuan njerëzit më të devotshëm të këtij veni, njerëzit që ndoshta jo nga aspekti intelektual ishin më të mirët në Kosovë, flas për grada shkencore, por nga ndjenja dhe motivi dhe dashuria ishin më të mirët, sepse në ditët, flasëm për vitet e 90-ta dhe 99-a, kur ishte një gjendje e rënë në Kosovë, të merrej guximi dhe të dilet përballë një ushtrie çfarë ishte ushtria jugoslave që në atë kohë llogaritej edhe në treta në Evropë, ishte bukur e rëndë. Duhet të kishe një motiv të madh dhe një zemër të madhe. Hajde vreti Kosovës, hajde! Në erdhe! Shqesie, këmujt për burë! Avljodhe! Menxi, hajde! Plisi i bardh i Bacës Halil po qëndron të kranar mbi kokën e tij, duke prit pa durueshëm të takohej me generalin e kullave të Dugaxhinit. Lavdi. Djali jam ka kallzu ku shokë dhe Haradinat ku qenë.
shumë që mu jam ka kalcu, ku shqip ta. Këta janë një titull kombëtar, shqiptar, për të tyne nuk di ku duhet me konë, kush duhet me konë për të tyne. Ta jem shumë i lumëtën për këta sa që më do këtë mu qysh ma mirë ditën e sotit që këthy ky, që na vynë ky, edhe joni, edhe shqiptari fort, edhe me cungë, me titulle, me kombëtarit gjitha. Është shaj i Kosovës, ky vend, se i ka le, e ka rrit, e ja ka dhonë Kosovës, jo vesh 2 djemë të mirë, e 2 komandantat zot, adetar, mujen e Alin, po edhe bashkëluftar, se këta 2 kanë qenë bashkëluftar shumë djemëve të mirë, njëjtë mirë si muja Alia që kanë ra, e që kanë ra dëshmorë, që gjaku i tyne, jeta e tyne është dhonë për këto që i kemë ri. Andaj, kur vjen këtu, ke shku ke krejt dëshmorë, që i ka udheq muja. Ramushi është vlerë e papërsëritshme. Pas pak sa emrave kreshnikësh që i kemi, të pakët, por qenje me substancë biologjike shqiptare, e ruajtur të mos prishet nga myshqet dhe fataliteti katandisës ndonse i nëpërkëmbur. Sot jam të shku në shpi, hala që më konë të nona, të baba, jam të shku anej. Para që me shku atje, e kom menu sa është mirë monal në për ato vena që janë shej Kosovës, edhe që janë dëshmi të rrugës tanë shtirë, edhe që e vërtetojnë ato që e kemë ri, që është liria, që është pavarësia, shteti. Në këtë rast na jemi të një lapidar, të një luftari të zoti, të një komandantit të zotit, generalit Adrian Krasniqi, natyrshëm se kushdo që e ka njoft, një jetin e rumë, pa jo që mu i më thonë, unë e kam njoft pak, shkurt, se kësha pa qef gjithë jetën me komentoje me njoft, e ka qenë me të vërtet një djali mirë. Nga 80 vjetë i kom bukë, gëzim matë mas disi që në ardhë Ramushi. Si Ramushi, me që ta djemë bo se bepe lira i Kosovën se du bom pavarësim. Qyteti Pejës po e priste me krah të hapur, duke i dhuruar buqeta lulesh. I vllai Shkelzeni, po të ishte gjallë, do të mburrej me triumfin e vllait të tij që bëri në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Ardha e tij në Kosovë, jo vetëm për ne, këtu në Dugazhin, për politikën kosovare, mendoj është një shtytje e fuqishme, pasi që gjithmonë ka vizion, gjithmonë ka zgjidhje për probleme të caktuara dhe gjithmonë është konkret në veprimet e tij. Kështu që do të jetë një ndihmës e madhe për neve, për politikën kosovare dhe në përgjithësi për popullin e Kosovës. Sikur për brenda vetës gjaku po i vlonte, e damarët në për trupin e tij po mblidhnin forcë për t'u përmbajtur, kur po u afrohej deçanasve. Pritje madhështore, secili dëshironte të paktën ta shihte, sepse dëshira ishte ta preknin e t'ja shtrëngonin fort dorën e tij, e cila solli fat, solli lirinë e më në fund edhe drejtësinë e vend.
Njerëzit të mëdhenj në histori shpeshherë janë shumë të rëndësishëm. Pa dashur me egzageru rolin e individit, por në momentet e caktuara roli i figurave të mëdha historike është i patejkalueshëm. Besoj se Ramushi me fuqinë, me guximin, me vizionin e tij, edhe për luftën, po edhe për paqen, e ka përmbush atë vakum në Kosovë, të cilën asnjë figurë tjetër s'ka mund ta përmbush dhe në këto rrethona çfarë jemi sot, në zhvillimet politike, në vitin e ngjarjeve të mëdha që ndodhen këtë vit, për cilat mendoj se shqiptarët janë me fat, është viti i fatit të shqiptarëve. Dhe ato që do të ndodhin, Ramushi përbën atë figurën e cila i përmbledh të gjitha këto dhe me vizionin e tij din të ecë përpara në çështjet të cilat tash tutje na presin. Kullës së Glogjanit sot po i kthehet burri i madh, ai i cili nuk e deshti të shembur. U betua se do t'u akthej qëndresën kullave të gjyshërve e stërgjyshërve. E sot, 5 prilli, kullën e gjen të rrethuar me të madhe të vogël, për t'ja madhështuar kthimin e merituar generalit të luftës, legjendës së gjallë, zotriu të lirisë Ramush Haradinajt. Jati i tij Hilmiu, si gjithnjë i njëjtë, me buzë në gaz, po shëndetet si burrat e Dugaxhinit me birin e tij, që kishte dalë ta priste para kullës. Qëllimi ynë ka qenë, kur kemi konë luftë, edhe i këtyne që kanë dekë, për këtë vend edhe i gjallëve, me fitu lirin, me fitu vendin tanë. Ta e kemi mri, thënë njështë në nërët zotit, gjithë kuj së një rinë të kryta është me ditë ku është a qatë i bo, po ju ma shmiri e dine që me shpirt jëmë ko paqë, edhe me luft jëmë konë paqë. Nuk ju kom bërë që është se diti kuj që i kom bërë që është me sjellje, është me kujdes, është me punë, ata e vërtetoj edhe drejtësia ndërkombëtare. Kjo është do me thonë që unë e shëdu, unë e du shumë, e du këtë vene i du këta njerës, po du me thonë që ajo që ju e dini ka triumfu atje, edhe jeta janë është për para, ta që pasër e ma e mire, ma e letë. Këtë që ju komunu me dhimbje, me emocione, mi falni, urime tash që jem për gëzim. General Ramushi u realizua si një krye fjalë në tërë ligjërimet e historisë së re, sepse jetën e mrekulloi me madhështinë e tij prej njerëzori, që e deshti dhe sakrifikoi më të dhëmshmen e Vatrës dhe të Gjakut Haradinaj, vëllezrit Shkelzenin, Luanin dhe Enverin. Mbrëmja e 5 prillit, zotriu në Ramush Haradinaj e solli pranë nënës Ruke, e cila ishte shumë e gëzuar që më në fund familja Haradinaj të pushoj së vuajturi nga të gjitha ato çka përjetoj prej shumë vitesh. Të rrethuar pranë sofrave bujaret shumë miq e dashamir, po ngrisnin ndolli për kthimin e generalit, kurse zëri i këngës dhe i çiftelis po dëgjohej deri përtej majeve të larta të bjeshkve kreshnike të Dugaxhinit. Datën e 6 prillit,
e filloi vizitën e tij në lëndinën e pikëllimit në meje të Gjakovës, ku një numër i madh qytetarësh po e prisnin me që të gjithë atyre që ju mungojnë më të dashurit kanë nevojë sot së paku një mbështetje e përkrahje morale. Shumica për jush keni mujt me kona aty, e ata këtu. Se s'ka dalim shumë, janë njerëz pafajshëm, kanë qenë njerëz të veni. Edhe këtu jemi prezent prej familjeve që i kanë njerëz. Na gjithë i ndihmshin tonë, po familjet i njën ma shumë. E kur dihet që sa zoro konë veç me i pas, me i shtin dhe, ato familje që i kanë shtin dhe krejt vetë. Këto, ju thëmë edhe njëherë, Zotë ju lash nash, kofshish nash ju që një gjallë. Për këto familje që i kanë ende, pa gjetën, pa identifikum, ju thëmë që dalë sa ma mirë, po mirë i shkon me mëri, bile me ditë qka është. Për krejt një të institucioneve, vjen mirë që është edhe kryetari ma hershëm, do t'ja që fshehu, kryetari Palekaj, tashëm, pastaj pa shumë zyrtare, shumë njerëz qeverisë komunale, trupave mbrojtëse, policisë, pash fëmi, shkollave, me siguri edhe, pash edhe bashkëluftar, udhëhec shfetar, pashtu i përshëndes. Vazhdon marshuta e tij në varrezat e qytetit, ku në përvarret e bashkëluftëtarëve të tij vendosi kurora me lulet e freskëta. Kohës dhe vendit ja bën qëndizmen historike e prezentative në çdo rrethan. Generali është një dhunti që jetës t'ja bën sintaksën e ligjërimit. Lum populli që e ka, edhe pse doli prej legjendës, në përrelieve të realitetit me peripeci, me krajata, me grahma, me tundime të gjithfarshme, me mallkime e ndëshkime të pritshme, sepse turma shqip është kjo, kështu, e kaqt, por e mbijetuar si vlerë e qëndrueshme në kohët që nuk mund ta zhdukin kurrën e kurrës. Gjakova, si gjithmonë, ashtu si din e don për të gjithë njerëzit e mdhenj, e priti në mënyrën më madhështore, ku daullet e tupanët po binin pa u ndalë. Na vizitu vende ku shifet edhe është prezent ajo pjesa ma e vështirë që është dhimbja. Une e kom di jo aq sa vetë familjare, po ashtë njërës që kom pas të harrume atë plagën e pagjeturve të këthyve. E që diçka që i mundon njerës. Po e di që kemi pas edhe gëzime, që kanë një fëmi, që kanë lidhë jetë, qifte, e që keni vazhdu jetën, jo letë, po sasisht për Gjakovën. Një gëzim madhë e kem pas me 17 shkurt, andaj kurime gjithë. Tani, pas lirimit, unë mendoj që do tjetë forca
kryesore, shtyse e gjitha procese pozitive që shkojnë në favor të shqiptarëve dhe duke e njohur përsa afërmi profesionalizmin e tij, vullnetin e tij dhe mençurinë e tij, ne mendojmë që Zoti Haradinaj do të jetë figura kryesore e të ardhmës e politikës dhe e vendit të Republikës së Kosovës. Gjini i vogël, por as Hana nuk e mbaj në mend udhëtimin e babait të tyre për në Hag, edhe pse të habitur për prezencën e një njeriu të panjohur për ta, ata gjithsesi po e hetojnë ngrohtësinë që babai e solli në qerdhen e tyre familjare. Të gjithë së bashku edhe fëmijët edhe unë pak a shumë e kemi vuajtur këtë situatë, po më në fund mirë shumë që është kry mirë kjo punë, është vrejtë edhe tek fëmijët një relaksim nga kjo situatë, edhe tek unë edhe pse vazhdimisht jam munduar të jem korrekte, do më thënë edhe me fëmijët jam munduar ta kem, ta ruaj një qetësi shpirtërore, do më thënë të mos i mbart tek ata streset ose mërzijat e mia, jam mundu t'i kursej nga gjithë kjo situatë, po ata fëmijët edhe e ndjejnë, edhe pse nuk din ta shprehim, po do më thënë tash vrejet një relaksim edhe tek ata, mbase transferohet relaksimi im tek ata, po do më thënë gjithë së bashku mire kemi përjetu. Zoti Haradinaj, do të më kujtohet si sot kur unisit për Hag, pa të thënë po shkoj pak në pushim. Qush atëhere do të thënë kanë qenë shenjat e para që ju e keni ndi nga brenda pafajësinë e juaj. Cila është përshtypja, do të ndarjen e drejtësisë në gjykatën e Hagës? Është një proces jo i lehtë atje i vendosjes drejtësisë, sepse flitet për rrethana që i kërkojnë shumë shpjegime. Ne i kemi ndihmuar drejtësisë duke i dhënë shpjegimet e duhura, kundër shpjegime nga ato që kanë ardhur nga akuza, dhe duke mos prezantuar fare mbrojtjen, kemi marrë verdiktin e pafajësisë. Do të thotë një verdikt bindës pafajshëm unanim të 3 gjyqtarëve. Kjo është e vërteta në fakt, atë që ka thonë vendimi se jam i pafajshëm për ato akuza. Personalisht kam besu në luftë në Ramushin, kur kanë qenë situata shumë vështira dhe më kon shumë i bindun që ideja e tij, vizioni i tij për luftën do të triumfoj edhe ashtu dul. Edhe mas luftës në ndërtimin dhe strukturimin e TMK-s, po ashtu patëm besim edhe ajo TMK sot veç po shndrohet në një forcë të armatosur të Kosovës dhe jam shumë i bindur në shumë shpejt dhe NATO. Jam shumë i sigur që mas fitores fundit të betejës, shpresojmë që tjetë e fundit për familjen paktën, Ramushi ka me punu vazhdimsi për Kosovën. Edhe unë nuk flasë shumë për politiken që do të ndodhë në Kosovë, ma shumë flasë për popullin e Kosovës, sepse do tjetë një shtytje ma e madhe, për shkak se e përsërita në fillim. Unë besoj vizionin e tij dhe jam shumë i sigurt që kjo ka me qenë një katalizator për shpejtimit zhvillimit të Kosovës. Për të qëndruar vertikalisht edhe në luftë, e për të qëndruar vertikalisht edhe në paqë, cila është rruga? Njeriu e ka para vetes çdo herë dilemën se cili veprim është më i drejtë. Pastaj e ka dilemën se me cilin do veprim që bën, a bën veprime të mira për njerëzit dhe për vendin dhe për ato për çka munohet. Në këtë rast, në marrje të vendimeve, duhet jesh i drejtë. Duhet jesh i sinqert i drejtë. Dhe në rast se e ndihmon veten në një vazhdimsi me marrë vendime të drejta, të kthehet në kulturë, të kthehet në vetvetëm dhe je ai nuk di të merresh vendime tjera, pos ato që i beson që janë drejta, cilët nuk do të thotë se çdo herë janë drejta, por i beson se tilla dhe i merr. Fati im ka qenë që edhe para luftës, por edhe në përgatitje të luftës, edhe gjatë luftës, kam qëndru drejt jo vetëm në kuptimin vertikal, por edhe në atë se kam vepru vetëm atëherë kur kam besu se është e drejtë, dhe se është mirë në njerëzve. Në njëjtën kohë, këtë qasje kam pasë edhe pas lufte, dhe në këtë mënyrë jam sjellë. Anita, Gjini e Hana tash janë familje e lumtur, me shpresat se njëherë e përgjithmonë për familjen Haradinaj kanë përfunduar të gjitha mundimet
me që kjo familje e shejtë shqiptare ka vizionet të qarta, ashtu si që diti ta organizoj luftën edhe me shumë ka vizione për paqen.